Kurbani. Edhe bërja e një kurbani gjatë haxhit tregon mbi marrëdhëniet familjare të shkëlqyer. Ai është simboli i mirëkuptimit të ndërsjellë mes një prindi dhe fëmijës së tij. O biri im, unë kam parë në ëndër sikur unë të therr. Po ti, çfarë mendon? Ibrahimi, paqja e Allahut qoftë mbi të, e kishte më të kollajt që ta therte dhe ta vriste pa i treguar. Nëse do t'i tregonte, mundësia e refuzimit nga ana e Ismailit ishte e madhe. E çfarë do të bënte atëherë Ibrahimi, paqja e Allahut qoftë mbi të? Megjithatë, ai nuk mundi të mos këshillojë me djalin e tij për një çështje kaq me rëndësi. Ai e konsideronte si shokun e tij Ismailin dhe këshilloi me të për gjithçka. Vallë, ku është babai shok në ditët tona? Përgjigjja e djalit të bindur dhe të mirë edukuar ishte më e habitshme se pyetja e babait. Ai i tha: "O babai im, vepro sipas asaj që je urdhëruar, se do të më gjesh mua në dasht të Zotit për i durimtarve." Kjo përgjigje ishte rezultati i edukimit të mirë të Ibrahimit, paqja e Allahut qoftë mbi të. Ne sot kemi nevojë që marrëdhëniet prind-fëmijë të jenë të tilla. Një prind që këshillohet me djalin e tij dhe një djalë që i bindet babait. Rezultati i këtyre marrëdhënieve është obligimi i therrjes së kurbanit. Zoti e përjetësoi një marrëdhënie të tillë deri në ditën e Kiametit. A e kuptoni tashmë përse gjatë namazit lutemi edhe për Ibrahimin, paqja e Allahut qoftë mbi të, dhe familjen e tij? O Zot, ki mëshirë për Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu siç patë mëshirë për Ibrahimin dhe familjen e tij. Vërtet, ti je i lavdëruar dhe i madhëruar. O Zot, bekoje Muhamedin dhe familjen e tij, ashtu siç bekove Ibrahimin dhe familjen e tij. Vërtet, ti je i lavdëruar dhe i madhëruar. Kjo bëhet me qëllim që të kujtohet familja e Ibrahimit, paqja e Allahut qoftë mbi të. Kjo familje e madhe dhe me vlera të veçanta. Edhe gjatë namazit, ne kemi obligim të lutemi dhe të kujtojmë familjen e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të, dhe atë të profetit Ibrahim, paqja e Allahut qoftë mbi të.